Fatkeqësisht komuna e Podjevës e ka liçen e Ballaves, i cili i furnizon dikun 5 komuna të regionit Prishtinës, por që nuk kemi mjaft sasi ujë për nevojat e qytetarëve Po, tanë. shune, majnë men, ju keni folë për një farë digë në Pollat edhe... Nuk kemi folë, po kemi bërë realitet, kemi punue. Tashmo është kry faza e pare fizibilitetit të asaj Faza digë. e pare Fizibilitetit është dhënë verzioni i parë, se si ka mu duk diga, është një projekt dikun rrëth 60 milion euro, që do të kushtoj, edhe unë po pres që për pak dit ta kemi një verzion të kompletuar të kësaj digë, edhe po presmi që të fillohet praktikisht realizimi këtij projekti. Mas fizibilitetit, duhet projektit detaj, pas projektit detaj, tenderi që i vjen 2030-a? Ja, që nuk besoj që mund të përshkutin 2030. Po nëse për 20 km asfalt jemi ka presim që 15 vjetë, po thëmë? Që na kemi prit për atë asfalt 20 vjetë. A 20? 20 vjetë kemi prit. 20 vjetë kemi prit për atë asfalt, si qytetarët Lapit, po në këtë mandat po realizohet ai asfalt dhe po përmbyllet ai projekti suksesshëm. Po realizohet. Unë fatin e kom deri në shtator tetor besoj se. Ajo është projekti juaj, po mendoj për ato kanë drejt. Po du me thonë që për mandatin 4 vjeçar, do me thonë kjo qeverisje po e bën. A diga është projekti komunës? Diga është projekti i Ministrisë Mjedisit dhe Infrastrukturës. Nëse ju ka rajt Ministria edhe për rrugë, edhe për stacion të autobusve, pse po i besojni për digë? Që ne jemi të bashkëpunu në ngusht me qeverinë e Kosovës dhe falë ndihmës saj dhe për krahas që është kanë jap, na kemi arrit me realizu një numër të madh projekte në interes qytetarëve tanë. Prandaj unë besoj në këto punë të mira, në këto angazhime të mira. Ne po bëjmë punën tonë pe onës tonë, si nivel lokal atje. Qeveria është duke i kry punët e vetë a nivel qendror. Një digë është projekt kapital që nuk mund të realizohet mbrana natës, sepse në vitën ulëmtime, studime... Ju thatë faza e pare fizibilitetit. Faza e pare fizibilitetit, është dhënë varianti i parë se si ka më dukt. Tashmo jemi të orientum të cilin variant kemi më shkue, bëhet projekti final, tenderimi që ka një periud 20 ditora sa periuda për këto projekte të ndodhe, hecëm tuti si projekt. Që vjen që doni me kandidu dhe për mandat rejtë? Nuk ka fije dyshimi për atë punë. Mire me marë konfirmim. Që i bjenë që nëse skryhet diga, prap kena me pas të loshe me uj, prap kena me pas të loshe me uj. Problemi i qytetarve të Podjevës me zjedhë problemi i ujës, por jo vetëm për ujtë pjesë, po dhe të ujtjes një si përfaqës tjetër bujqësore. Po da jo ka shemë premtimi juj, po e di që su bo kur gjuhë, e vi se ka përqime. Ja, pa edhe këtu, mos u gut tash me predikua, sepse mas pare duhet me pyet, mas a e me dhonë përgjigjen. Për me dhonë përgjigje e më në këto sonte, për që dam këthirë. Unë tja përgjigje, ti veç me bo pyetjet. Qa u bo me projektu ujtjes? Projektu ujtjes tashmo veç është në shru, është një projekt që është bo për një segment, sepse s'kemi mujtë kejtë teritorin komunës, unë në shru segmente i pare. Po, edhe aj projekt besoj që shumë shpejt do të filloj së realizuri dhe presmi pjesën tjetër me qëtë projektin në realizimit të digës Pollatës do mund të kapin një sipërfaqe më të madhe ku do të mujë me ujit. Po jo përveç saj, sepse me qëtë projektin e digës planifikohet që të kemi edhe një mini hidrocentral që ka me prodhu energji sa për nevojat e veta dhe do të ketë një fabrikë